Po ndrojmë lokacion për një vend tjetër, jemi tek Hotel Bonita, edhe ku kemi pas fatën që një mërami me pas fillim të sezonës edhe unë edhe Zajmina në diskotekën Bonita, në Durrës. Zajmin, kam kënaqësinë që jemi bashkë të dielën në Summer një kafe familjar. Është një kënaqësi shumë e madhe për mua, sa herë ftohem te emisioni jot. Sinqerisht jo për të bërë shefin ty, por unë ndihem jashtëzakonisht shumë mirë sa herë vin në intervistë me ty dhe jo vetëm që je një mik im shumë i mirë, por je një nga moderatorët më të mirë. Faleminderit. E dashur, si po shkon sezona? Ka filluar, domethënë, ka filluar me të mbar. Po, sezona shumë mirë, dihet që shqiptarët e filluan pak me vonesë, pasi feja, besimi bëri që sezoni fillonte pak me vonesë, por deri tani është shumë mirë, gjërat kanë shkuar ashtu siç duhet. Për sa i përket koncerteve, pastaj planeve, projekteve muzikore, unë jam i çik mbrapa si gjithmonë. Se ndodh kjo gjithmonë mbrapa, gjithmonë. Se ndodh kur i përfundojnë gjithë edhe pastaj Unë mbyll verën gjithmonë. Nuk e di, më ndodh gjithmonë, nuk e di. Nuk e di. Kështu që nuk e den, arsyeja është nuk e den. Gjithmonë do më dali një angazhim i ri, do përkushtohem të diçka dhe dua shumë që dalin kohë dhe asnjëherë nuk dalin kohë. Shele. E lë mami prestatorit fillon. Filloj sezonin e dimrit me këngë verë. E dashur tek intervista ku jemi bashkë, na patëm ishim edhe bashkë tek Club Bonita ku do të jesh edhe vazhdimsi domethënë gjatë sezonit verës. Jo vetëm këtu, po do të jesh edhe në Kosovë, edhe në për vende tjera të Shqipërisë, por në anën tjetër edhe në Ulqen. E di që kemi pas një sukses, po unë kisha dashur mund më kthy pak mbrapa në për vite. Dashur, e mban mend simpatinë e parë, kënd e ke pasur në shkolla, po lagje. Po, simpatia e parë. Në kopësht. Në kopësht? Fëmijë. Cilën mosh? Me mosh nuk e mbaj mend, po di që ka qenë një pëlqim, le të themi se dashurinë atë mosh, një pëlqim në kopësht me një djalë në kopësht, jo vajt. Po idealin kopësht, sot është rrit? Unë, të them drejtë, nuk jam mbaj mend as emrin, as... Vendin ka ndodhur. Jo, vendin okej, e di se në Durrës unë kam bërë kopsht, në Durrës është ka qenë ai, po nuk më kujtohet pjesa e emrit edhe. Okej, nuk i kujtohet domethënë pjesa e emrit, po pjesa e lagjës, si fytyra e mban mend edhe sot? Po, kështu si i marr, po besoj ka ndryshuar. Nuk e di, ajo o martua, s'u martua. Nuk e di. E të regove që në fakt në Durrës e ke kryu pjesën e kopshtit e gjitha. Si ke punë me natë? Me natën? Delfin fare jam. Shumë mirë e kam. Dursake, mami më është tarandiote, do me thënë, kur kam qenë e vogël, pushimet, normalisht, nëse do rrihat nga babi në Durrës, nëse do rriha nga mami, nga njerëzit e mamit, në Saran, kështu që deti ka qenë gjithmonë i pranishëm. Dhe natin, të gjithë stilet e natit i bëj. Ki provu ndonjëherë prej Durrësit deri në Saran në detin natë? Me shku të daja, ma trop. Jo, s'm pas ka shku mej. Do të me provu. Po me anija, po me skutera, po me diçka tjetër ki provu me shku prej Durrësit deri... Dhe prapë me familje. Babi im është kapiten vapori. Edhe këta e zbolum? Edhe këta, kështu, e kam bërë me... E ki ba? Me mjetë lundrimi. Okej. Më interesan pak ajo familja jote, për shkak se shikuesit e din, domethënë neve nuk na ka rarë rasti me fol, përsa e kone përkthejnë, ne nuk e dim. Shumë e përkëdhelur. Dhe fëmia i vogël, shumë e përkëdhelur. Edhe sot jam shumë e përkëdhelur nga kjo pasoj e fëmijërisë. Duke qenë se më janë plotësuar të gjitha, kam qenë fëmijë shumë. Ke pas ditar që ke shkruar gjitha gjërat? Po deri në një farë moshe kam pas, besoj se ka qenë një mod
për fëmijët për të mbajtur ditar edhe unë mbaj mend që kam pas. Jo mbaj mend, po të them drejtën e kam akoma. Ke akoma? Po më vjen turp ta hap. Se? Ditar. Jo në çdo flet ditar që kam treguar çfarë ka ndodhur, po ne mbanim një lloj ditari me poezi, me kujtime, dashurie. Bylbylin e dek sa bukur këndon. Ja pos shabuz dhe taj që lexon. Bënim ta dritare të vogla me zemra. Një zemër të thyer me figjet. Fiks. Ky është editari. Ose postera, fotografi, postera këngëtarëve që kishim më shumë qef. Kush ka qenë këngëtarja apo këngëtarja që ki pas posterin? Grupi im i preferuar atëherë ka qenë Backstreet Boys. Nick Carter ka qenë këngëtari im i preferuar, ai bjondi bukurosh. Nga femrat, Britney Spears. Më thënë, ai brezi jam. Ai brez. Backstreet Boysave e ki pas garant posterin. E sot çka thush ti për veti kur shumica e kanë me dhe posterin tonë në dhomë? Mos bëni gjëra të pista. Me posterin tim. E fort është kjo. Okej. Tha që sot ndoshta më vjen e turpshme për me fletu ditanin, por mbi gjitha kur të kthehesh, është një kujtim, një gjë e bukur kur e kujton ndoshta në vitet e më parë. Po, është e vërtet, sigurisht është gjë e bukur, është një kujtim të rikthen në kohë, janë momente shumë të bukura që ke kaluar. Fëmijëria është pjesa më e bukur, mendoj që njeriu kalon jetë. Që ne nuk e rikthejmë dot, kujtimet janë ato që na bëjnë ta rikthejmë në Okej. Shtetin apo qytetin që e ki pas në femiri që e ki pas shumë për zanë? Jemi rrit me frymën e Italisë që kemi pas dhe shtet fshin, ngjitur, ja kemi mësuar gjuhën që fëmijë, jemi rrit me kanalet italiane, kështu që Italia ka qenë. Okej, kur ke shku për herën e parë në Itali, aty ka duk gjithçka si parashikim? Kur kam shku për herë të parë, kontakt me shqiptarët kam pas, kështu që po Shqipëri më zhduk. Po jo, realisht Italia është shumë e bukur. Ja adhuroj arkitekturën e Italisë, kështu që është një dashuri më vete. Gjatë gjithë këtyre viteve të karrierës që i bënë, të ka rënë me shëtitje edhe në për vendet ndryshme të botës, ke pa, ke mësu, më mas shumë të që kena pa aeroport edhe diskoteka, hotele. Fix. Po, kështu të ka rënë me dalë ndonjë ditë ma tepër për me mu vendosë edhe qka për cilit vend apo për cilit shtet keni nostalgji apo që i këtë kalon për shtypje gjatë vizitave të. Nuk s'di këtë veçoj, po kjo që sa po the është shumë e vërtet. Ne na bie shpesh me udhëtu, po shumë pak me pa nga kultura, nga arkitektura, nga zhvillimi i vendeve që shkojnë. Mund të veçoj atë pjesë, një atë udhëtim që mund ka bërë të qëndroj më gjatë, që ka qenë Amerika. Amerika ishte një eksperiencë shumë e bukur, një udhëtim shumë i bukur. Bashkë nuk kemi qenë. Po kam që me kolegë tjerë që jemi kënaqur shumë dhe kemi kaluar shumë bukur. Tu duk çashtu si kemi ndru në për filma, kur shkove herën e parë? Si në për filma ne shohim gjithmonë gjërat më të bukura që ndodhin, që mund të ketë vendi, po unë si në për filma e kam jetu. E ke jetu si në për filma. Okej. E dashur, 5 gjërat të cilat i kemi më për zemër dhe i kemi vlerë në shtëpinë tënde. Telefonin. Okej. Po heq njerëzit, familjarët, që sigurisht janë kryesorët. Në shtëpi, po telefonin edhe kam ja dhe jashtë shtëpisë, domethënë është një gjë që e mbaj me vete. Po them gjërat, po i marr nga mëngjesi, furçën e dhëmbëve, pasën e dhëmbëve. Krevatin tim sigurisht që është krevati më i mirë që pushoj më mirë në çdo vend, nga çdo vend tjetër. U bën 2? Po. Ty edhe që koktelat në erdhën?
Faleminderit. Çfarë kam gjë tjetër? Garderobën time. 3. Një gjë që duhet jetë brenda në shtëpi, patjetër. Po ç'të kem tjetër unë? Hajde gëzuar një herë. Unë di çka ke. Çfarë kam a thuaj? Ditarin. Jo të gjitha thuaj. Ditarin. Okej, ditarin. Edhe pesën po lojm arkiven tënde. Okej, se kam dhe një gjë. Kam dhe një gjë tjetër. Apo qelem kush është ajo? Arusha. Kam një Arush. Arusha si ka emri? Arusha për momentin është pa emër se nuk pa Të përgëdhe. se mund të shkoj e pirë për shembull në shtëpi dhe mund t'i them një emër tjetër. Jo, Arusha. Është Arusha. E përgëdheli e që Arusha? Pa, dashuri shumë të madhe ka Arusha nga mua. Arusha t'jep dashuri ty? Po, më jep. Kështu që... Ke shkuptojmë, Jo, Arusha është një lodër Një që... lodër që nuk bën gjë. Veç rrin edhe as gojen hap. Jo, po tash të përshte barki, bën I love you. Kështu që Arusha më do. Kështu që Arusha e do. E dashur, vendet bregdetare që ju kishe përpëzu shqiptarëve për më ardhë, ata që nuk kanë qenë akoma për mi vizitu pikrish këtë pjesë këtona. Sigurisht që duhet i bëjmë reklam shumë të mirë vendit tonë. Kemi vende shumë të bukura, jugu i Shqipërisë është një perlë më vete, ka gjire shumë të bukura, sigurisht që duhet vizituar nga, jo vetëm nga shqiptarët e Shqipërisë, që pak a shumë i njohin këto vende, por sugjeroj që dhe kosovarët, shqiptarët e Kosovës apo të Maqedonisë të vinë dhe t'i shikojnë edhe t'i prekin vetë këto vende kaq të bukura. Të bëjmë foto dhe realisht duken sikur janë jashtë shtetit. Unë vetë vazhdoj flas. Vjet kur kam xhiruar klipin tim të verës, realisht është xhiruar në një gjishtë shqiptar dhe shumë njerëz më kanë menduar se ka qenë një vend i huaj. Dhe mua më vjen shumë mirë që kemi kaq vende të bukura që duhet i prekim. T'i shijojmë. Pas jemi në 21, edhe jemi tek Summer kafe me labin, 21 fjalt e zajminës për adhurusit e vetë. Duhet them 21 fjalë? Shumë po mblan. Ju dua shumë, jeni më të mirët. A me i numëro? Po unë po them, po i them shpeq që mos i numërosh. Ju dua shumë. Ju dua shumë, 3. Në botë. Adhuruzve. Po pse po më lodh kaq shumë? Këto ju a them dhe 3 herë të tjera. Edhe bëhen 21. 3 herë të tjera. Këto? Jeni më të mirët. Pa ju s'ka kuptim jeta ime. Okej, niste një putit në mënyrën tënde, që si kështë e jashtë? Vetëm kështu? Nuk e di, jo? Okej. Për atë ti ndaj me mosh, nga 5 deri në 10 vjeç. Nga 10 deri në 18. Nga 18 deri në... Nga 18 deri sot? Ja.
Mjaftueshëm. Mjaftë. Zemër, unë për të falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë për intervistën, sepse edhe tani këto momente ku jemi edhe në Hotel Bonita, ti keni një detyrë sot për me realizu. Të detyrat e tua janë shumë të vështira në 43 gradë Celsius. Unë do ta bëj se jam një ambis shumë e mirë. Por mos shikoni shumë nga mua. Po të falenderoj tani këto momente se për shkak se me Zajminën nuk ndaheni, është kanga dhe videoklipi I cili vjen, pastaj Zajmina drejt përgatitjeve për të futur dhe për të përgatitur një mrekulli. Një mrekulli. Po mrekulli do ta bëj. Mrekulli. Do ta vërtetoj ty që jam tamam në momentin e dur për burr. E shohim. Qëndroni me ne.